Zoti Leshi, ju keni qenë ndaluar për 3 ditë pas protestës të kuvendi. Pse jeni ndaluar? Ju keni folur dhe për median tjetër e gjitha e tjera. Leon të mora vazhdimisht në telefon, kishin marrë dhe telefon e gjitha, por unë mora vesh të çfarë kishte ndodhur, unë e di tani personalisht, por për shikusin, si ka ndodhur ndalimi juaj. Dhe ne o tha dhe u çuditja, unë po ta kisha mësuar më përpara këtë, do kisha telefonuar me një gazetarin Medveliu, se ti më duket I kishe hedhur vezë Medveliut. Po meti nga Mikrofonit të Medveliut. Mikrofonit Medveliut dhe Gjatë kohës që televizionit Medveliut do të thuash ti, në sakt logos së televizionit të Medveliut, unë po ta kisha marrë vesh më përpara, e mora vesh më shumë vonë. nuk do mësoje. Dikush më tha një gazetare e Topit, muaj që ka shkruar aty tani, Bezati, tha muaj që ka goditur Metin dhe është shumë e vështirë situata, unë do kisha marrë Metin, se unë njihej me të dhe I thosha që ti edhe vezën edhe mund ta hash, ta ditësh le të mos dëmtojnë në arbrin. Po, kjo ka ndodhur. Çfarë ndodhi konkretisht? Me vezën, po flisni apo për protestën, se nuk e kuptova. Për vezën tani mund ta përmendesh ti, por veza ishte shkak apo në një gjë tjetër më madhe se për një vezë ty të qethën kare. Shikoj që po paradizoni protestën duke u marrë me vezën, po ndërkohë... Jo protest. Unë po paradizoj atë që të morën ty dhe të futur në hub për një vezë. Vezë idhen kudo. Në gjithë botë. Tani... O, bëre në një gjë tjetër, Arbër? Është janë pa pamjet, mund të shihni dhe tani. Po I kanë parë në pjesë. Po, ja, kjo është momentjarë, si një shikoj. Shikoj. Që dukshme se çfarë. Po që bere? Kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Ja, shikoj. Shiko tani, sa policë duen për të më neutralizu mu, shive jerë? Aty të kanë mbajtur gjatë aty. Prit, kanë kordu tani, kanë kriju tani një rreth me njerëz për të bloku pamjen e kamerave dhe aty ne kemi hongër grushta dhe shqelma pa numër, shiko, unë kam atë gjurin e thundrën e polisit mbi kokë atje. Dhe thundrën të vonë të aty. Pra, ju thoni tani jo veza e pulës, veza e patës, veza e flamingës. Ka rëndësi kjo gjë, veza. Veza është e rëndësishme sepse ti nuk mund të arrestosh për shkak të vezës. Sigurisht. Dhe unë po të pyes, bile ndoshta bëra dhe unë një gabim aty. Se unë interesova I thashora man ma lironi këtë se e kam në emision. Ti që ishtë nëzirë këtu dhe s'kishe si të liroheshe. Dhe kjo ishte ndoshta dhe një shkak më shumë që të mos të liroheshe. Ja, dhe në që se doni t'ja u them tamam se çfarë ndodhi? Çfarë thanë ata aty dhe çfarë ndodhi konkretisht tani? Të morën ata? Po, më morën, më shtrinë tokë. Kemi hongër një, pa egzagerim 30-40 grushta, shqelma, goditje me shkopi gome. Pastaj, më ullën diku, aty vjen një civil dhe thot, ne ty dhe ta mbyllim gojen me ngjitës. Kupton? Dhe unë e pyes, kush jeni ju dhe si me çfarë forme pretendoni se keni gjithë këtë fuqi që të mbyllim u gojen me ngjitës. Dhe ai thot, unë do ta tregoj ty se kush jam. Që edhe ngjitës në goja? Tha që do të ta mbyll gojen me ngjitës edhe të ditë shtëpia, për me till gangster kemi të bëjmë, dhe kupton, çështja është serioze. Po njeriu ishte civil apo polic? Civil ishte, dhe e kam pyet kush je. Më kanë fut pasaj 2... Civil në automjetin e policisë? Po, civil në automjetin e policisë, së ndilja mrapa, kam qeni prangosur me durt mrapa, dhe kam hongër një 30 grushta në fytyrë. Si ju duket? Ju duket për qesh? Jo. Ja, që për qesh për është... Jo, kjo është, prit... Në çdo vend botë është dënueshme. Është dënueshme. Por policia e shtetit e lejon këtë. Ju kam thonë 2 policëve që ishin aty para. Ej, policë, çfarë po ndodh? E kanë mbyll gojen. Ky me sa duket kishte një farë autoriteti mbi policët me uniformë. Për këtë po flasim. Pastaj, kam shkuar në komisariat, kam hyrë aty dhe më herë sa kam hyrë, oficerët që kam pa, ju kam thonë, hey, më ka dhënë dikush në makinë e policisë që erdha këtu. Dhe përgjigjja ishte prit, se do duro. Ore, më goditën me grushta kur erdha këtu, isha I prangosur, nuk është as neutralizim, është torturë. Ti je I prangosur të godasin në fytyrë me grushta. Dhe nëse, pastaj kam kërku ndihmë mjekësore. 4 orë rresht, askush nuk e ka vënë në zjarr. Askush. Kjo nuk është thjesht. Kërkova ndihmë mjekësore aty. Kërkova ndihmë mjekësore dhe nuk e kanë vënë në zjarr, më them. Kjo nuk është shkelje. Po të vinte aty do konfirmonte që të kishin qelluar ata. Urdhro? Pikërisht. Po të vinte mjeku do konfirmonte që të kishin qelluar ata. Sigurisht, po. Dhe taktikisht janë shumë të mpret. Dhe pas gjithë kësaj, kanë firmos një proces verbal për më majtë më gjatë, megjithëse nuk kishin asnjë provë, 0 prova,
Në proces verbal shkruaj që ju jeni filmuar duke goditur makinë e policisë, duke goditur me gur, duke hedhur sende të forta në drejtim të policisë. I them prokurorit, oficerit policisë gjyqësor, ku janë këto prova për cilat flisni? Do t'ja japim prokurorit. Pra, kemi të bëjmë me një polici shteti që funksionon si mjet represioni. Dhe kam thonë pastaj dhe në sallë gjyqit që përveç gjykatës që duhet të merret me këta personat e dhunshëm brenda policisë shtetit, edhe vetë institucioni policisë shtetit ka realisht detyrimin që policët e dhunshëm mes tyre t'i veçoj për të tjerëve dhe t'i vendosi para përgjegjësisë. Madje policia e shtetit duhet t'i padisi policët e dhunshëm për dhunë. Qartë. Ju do ta ndiqni një rrugë ligjore? Unë do ta ndjek ligjërisht pretendimet që keni për dhunë? Unë do ta ndjek deri në fund. Nuk e di, a janë gjitha pamjet, po çofa që kanë dalë 2-3 video nëpër media, po nuk janë gjitha. Do t'i mbledhim gjitha dhe do të gjejmë. Atë që ju ka goditur civili? Po. Brenda në automjet policisë. Po e pyetet kush jeni ju? E kam pyet 10 herë. Gjatë kohës që godiste e kam pyet, kush je? Çfarë tha? Tha që unë jam gangster i gangsterëve. Tha jo. Literalisht, po. Dhe do ta mbyll gojën me ngjitës. Përderisa ka bërë prim gangster. Ja dalit çfarë do na thot ky kryeministri me syze me lara për të gjitha këto. Për këto të flasi. Jo vit në flasi mu për ku di unë se çfarë ka për prallat e këtyre. Më falni se jam dhe shumë i irrituar nga e gjithë kjo ngjarje. U bon kemi 4 ditë që jemi atje na kanë mbajtur nëpër dhoma para burgimi në kushte mizerabël. Telefonin e keni? Telefonin e kanë sekuestru. Po, hajde gjeje, sepse. Ka prova. Nuk jepin as shpjegim. Kemi bërë kërkesë për na e kthy. Çfarë justifikimi ka për shkak mbajtja e telefonit? Nuk figuron asgjë. Telefoni merret me urdhë prokurorisë. Prokuroria ka dhënë urdhrin. E ka dhënë? Po. Me indicjen e policisë gjyqësore. Me indicjen e policisë gjyqësore. A ta gjejmë tani se ku fle ky lepur i këtyre institucioneve që sinkronizohen me njëra tjetrën për të realizuar të tilla skema të përndjekjes politike. Qartë. Besoj është qartë për kjo është përndjekje politike, apo jo? Po ju nuk jeni politikan deri tani dhe kjo nuk është për mua një përndjekje politike, kjo është një përndjekje për të fikur atë që po ndodh. Politikan nuk jam unë i dashur, politikan janë aktor politik, konsiderohen gjithë ata njerëz që dalin protest. Edhe pse s'jemi politikan, jemi qenie politike, pra kemi... Jo, në pikpamje kështu jemi të gjithmonë. Dhe protesta është politike. Me pikpamjet që kemi, po. Protesta është totalisht politike. Çdo goditje ndaj protestës është goditje politike. Edhe sidomos duna është goditje politike, është dhunë politike. Qartë.